Këto 4 fakte më japin atë bindjen që kjo shëndru tamam në ndikë të fuqishme të nismës. Është reale që unë kam qenë 4 mandate antar i Kuvendit dhe 1 mandat kam qenë kryesues i Kuvendit, të gjitha si antar i LDK-s. Kësaj radhe, më shtyri ajo që unë i bona kërkesë në ndekës, edhe ndekës së LDK-s në Malishevë që t'jem kandidat në listën e LDK-s. Mirë po kërkesa ime është refuzu dhe kjo më shtyri që të kandidoj si kandidat i pavarur. Fillimisht duhet ta cek këtë se kam fituar një përshtypje që dega e LDK-s në Malishevë është shndru si një ndekë e fuqishme e nismës. O thamë edhe një herë, si një ndekë e fuqishme e nismës. Nëse më lejohet do të argumentoj me 2-3 fakte. Edhe mas pari ky grup, po quj grup për shkak se është grup që vëhesh degën e LDK-s në Malishevë, ka bu koalicion jashtë LDK-s në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Dhe ju ka fut koalicionit jashtë LDK-s. Në ndë, koalicionit dihet gjithmonë ndodhen ato, po që në koalicione harmonizohen programet, duke fillu nga projektet kapitale, po që këtë mandat 4 vjeqar nuk shije që unë nuk e di që kjo LDK që udhëheqet sot dhe që është në koalicion me nismën që ka realizu ndë një projekt. Nëse ka realizu le del leshëm, le tregon që të projekti kam realizu. Po thjesht ka qenë argati thjesht i nismës. 3. Që unë mendoj që kjo kryesi e degës ka punësu familjarët e vetë ngushtë, duke njës nga kryetari, 2 nënkryetari, sekretari dhe një pjesë e kryesisë. Edhe 4 është për hartimi ose përpilimi i listës e kandidatëve për asamble komunale për këto zgjedhje. Ajo çka është më keqe se janë shkalu shumë njerëz devotshëm të Ligës Demokratike të Kosovës. Për shembull Labinat Gashi, Skënder Ramonaj, pastaj Fetarudi, bilim, po thonë Fetarudi nuk është dashur në asnjë formë të anashkalohet. Unë kontakt me ta e di që tash ata kanë sugjeruar që nuk janë ftuar asnjëherë mu debatu rreth përpilimit të listës. Do thonë se kryetarët e ndekëve gjithmonë ka qenë traditë e LDK-s që të ftohen, debatohet, përpilohet lista, pastaj nuk janë ftuar as për me debatu për kryetar, kandidatën për kryetar komune. Kështu që është bërë një anashkalim dhe kanë metë shumë në ndekë pa u përfshinë. Prandaj këto 4 fakte më japin atë bindjen që kjo shndru tamam në ndekë të fuqishme të nismës.